Masakër në Durrës. Trupat e dy djemve janë gjetur të shkrumbuar nga flakët të brenda një automjeti të djegur tek zona e ish-Konetës në Durrës, pranë tregut të makinave në zonën ku para viteve 90 njihej si ish Vaska e Peshkut. Makina tip Mercedes-Benz me targa AA 930 BJ është gjetur e shkrumbuar rreth orës 22:45 minuta të natës së mbrëmshme. Në pamje shikoni dhe momentet e nxjerrjes së kufomave të djegura nga mjeti. Sipas policisë, dy viktimat Albert Kasalla, 32 vjeç, i cili duket dhe në këtë foto, dhe Shaban Babasi, 27 vjeç, të dy nga fshati Kambera si fushkrujës, janë ekzekutuar fillimisht me armë zjarri në një banesë në Shkozet. Më pas, sipas policisë, viktimat janë transportuar në këtë mjet, ku i është vënë më pas flaka bashkë me trupat, që sipas policisë njëri u gjet në sediljen e pasme të mjetit dhe tjetri në bagazh. Policia ka zbuluar banesën e autorit të dyshuar në Shkozet ku u vran dy të rinjt, siç duket në pamjet e filmuara nga policia. Banesa është në ndërtim e sipër, një katëshe në zonën e Shkozetit. Nga kontrolli në banesë, policia gjeti dhe 70 kg kanabis sativa, çka përbën një pistë për hetimin e policisë. Në pamje duket njolla gjaku në koltukun e vendosur në sallon, në dysheme apo dhe në shkallët jashtë saj. Janë gjetur gozhoja plumbi, një pistolet që dyshohet të jetë arma e përdorur në krim në dhomën e gjumit, ndërsa qeset me kanabis sativa ishin të vendosura në një dollap. Ekspertëve është dashur më shumë se 2 orë për të nxjerrë nga makina trupat e karbonizuar, madje ata kanë përdorur kazma e lopata, ndërsa errësira u ka vështirësuar dhe më shumë punën e tyre. Pikërisht në një pjesë të papërfunduar të rrugës, ku janë disa pirgje dhe është gjetur një makinë e djegur, në të cilën ndodheshin 2 kufoma. Policia ka punuar me intensitet dhe ka është dashur një punë shumë e madhe për nxjerrjen e kufomave nga makina, pasi për shkak të djegjes ajo ishte hermetizuar dhe janë dashur përdorimi i mjeteve prerëse për nxjerrjen e 2 kufomave. Policia thotë se kemi të bëjmë me një konflikt mes autorëve të krimit dhe viktimave për prishje pazaresh, pasi dhe në vendin ku mendohet se janë ekzekutuar është gjetur një sasi droge. Viktimat mësohet se njihen nga ana e policisë si problematik. Mësohet se babasi punonte në një lokal në qendër të fshatit Kamberas, të cilën e shikoni të fokusuar në këtë pamje, kurse viktima tjetër, Kasalli, ishte pronar i kësaj gurore në Fushkruj. Tani policia ka shoqëruar 2 persona që mund të kenë dieni mbi ngjarjen, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Policia vijon punën për zbardhjen e këtij krimi dhe kapjen e autorëve.